Faleminderit shumë, përshëndetje edhe një herë nga Selia e NATO në Bruksel. Normalisht takimi sot ka nisur i ministrave të jashtëm qysh në orët e para të mëngjesit, që nga ora 7:30 gjithë ministrat e vendeve që janë anëtare të NATO-s kanë ardhur dhe kanë filluar në fakt takimin me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte. Normalisht ka pasur momente që edhe ministrat e jashtëm janë dalur dhe kanë folur para të gjithë gazetarëve dhe ideja e të gjithë atyre ministrave të cilët sot janë në këtë takim është që sot të bëhet sa më shumë investime në aspektin ushtarak dhe sidomos në kërkesën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që 5% e GDP-s në fakt të shkon tek mbrojtja dhe të shkon tek investimet në mbrojtje dhe në përkrahje të Ukrainës në ballafaqimin të cilën e ka me agresionin rus. Tashmë edhe kur jemi duke folur në këtë moment, takimi është vetë duke mbajtur ende dhe ende nuk ka ndonjë deklaratë nga ana e ministrave të jashtëm apo qoftë edhe sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte, por që i njëjti ka thënë në fillim para se të nisë takimi se Rusia vazhdimisht ka provokuar sikur në aspektin toksor por edhe ajror, kur jemi tek pjesa ajrore, Rutte ka vlerësuar se kërcënimet e fundit kanë ardhur nga ana e Rusisë përmes disa dronëve, ndërkaq në aspektin toksor ka kërcënime dhe ka vazhduar në fakt të dërgon anije spionazhi tek pjesja e lindjes, pra në vendet në fakt në pjesën të cilën është hapësirë, pra apo kontrollon gjitha aleanca pra NATO-ja, dhe e njëjta ka thënë që duhet të shtohen sa më shumë masat e sigurisë që Rusia të mos vazhdon tutje me provokimet dhe sipas tij Rusia ka një plan që lufta të jetë sa më afatgjate me Ukrainën dhe qëllimet e saj janë pra që njëjta të tenton në fakt që një luftë e tillë të përhapet edhe në vendet e Evropës. Kështu që është një temë diskutimi një gjë e tillë nga ana e ministrave të jashtëm përfshirë këtu edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s, por edhe pjesë e këtij takimi në fakt është edhe vetë shefja pra e Komisionit Evropian Kaja Kallas, por në këtë takim ka pas në fakt të vjen edhe sekretari i shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Marco Rubio, por i njëjti nuk ka ardhur dhe në vend të tij tashmë prezent në këtë takim është zëvendësi i tij, pra sekretari i shtetit i cili po merr pjesë në këtë takim. Ne kemi pyetur në fakt, kemi shtuar pyetje edhe sekretarës së shtetit të Mbretërisë Bashkuar, zonjës Cooper, të cilën e kemi pyetur rreth sulmit në 24 shtator në bajnës të Zveçanit, por edhe atë në Iberlepenc, mos arrestimin e tashmë përgjegjësit të këtij sulmi Milan Radojčić, por e njëjta i është shmangur pyetjes sonë dhe nuk ka dhënë ndonjë përgjigje. Në këtë takim të ministrave të jashtëm është duke marrë pjesë edhe Ministria e Jashtme e Shqipërisë, ndërkaq gjatë ditës e kemi një intervistë ekskluzive pra me zëvendës shefën apo zëvendës sekretaren e NATO-s Shakerinska, e cila do të jep më shumë detaje ekskluzive rreth takimeve të cilat janë mbajtur sot, por edhe zhvillime tjera të cilat në fakt prekin Ballkanin Perëndimor. Ashtu siç e kemi përcjellur deri sot të gjitha zhvillimet sa i përket këtij takimit të sotëm shumë të rëndësishëm, përfshirë edhe për Ballkanin Perëndimor, jo vetëm për vendet e Evropës, ne edhe sot do të vazhdojmë që të sjellim gjitha informacionet nga selia e NATO-s këtu në Bruksel për të gjithë shikuesit e televizionit TVN dhe do t'i mbajmë të informuar në kohë reale për gjitha sqarimet të cilat do dalin pas përfundimit të takimit të ministrave të jashtëm të NATO-s. Vlen të theksohet që në ora 15 sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte do të del edhe me një konferencë përmbledhëse në fakt të gjitha këtyre aktiviteteve të cilat janë mbajtur ditëve të cilat ne si televizion pra TVN kemi qëndruar që nga dita e diel deri më sot dhe sot do të mbyllen të gjitha punimet rreth orës 17. Nëse nuk keni ndonjë pyetje, ne kisha kthy linjën për ju në studi.